Okej, kujdes për qafimin, mos e bëni qatje, okej. Gati. Maybe. 3, 2, 1, filloj. Próximo. ¿Están juntos? Are you together? Oh, yes. We're together. What is the reason you are traveling to Mexico? For vacation. Yes. You ever visit Mexico before? Mendimi I parë që I merrti kur lexova skenarin ishte wow. Çfarë super story. Super story. Kur më ka marrë Eduardi në telefon edhe më ka thonë që më përzgjedh, normal jam një shumë lucky, me fat, edhe e lumtun. Eduard zoti i madh, shumë faleminderit. Po më bëu më të mirën tem, po më don më të mirën tem. Shpresoj që kam të shqyqet që kam. Edhe unë kam shumë besim dhe kam me ndjesi që ti do ta bash shumë mirë atë edhe unë du me vazhdo me ty. E vlerësoj shumë, jam shumë e lumtur. 3, 2, 1, action! Po flisa me njeriu në tim telefon, edhe pyeson ku je? Thot jam në Meksik. Jam duke u nisur ilegalisht për Kanada. I thash, po ma trego pak këtë historinë tënde si është? Edhe më thot që jam nis me një vajzë për të shkuar në Kanada dhe edhe fillon dhe po më refen gjithë historinë. Ai ishte duke më treguar këtë histori, edhe unë po mendoja vizualisht për historinë e tij dhe thash, kjo është një super histori për ta kthyer në film. A e ndo? Ta nuk u ndani kur? Sa bukur kur prindë shkojnë mirë me njëri tjetrin. E kanë dashni pa marrë parasysh moshës. A vesh nënën në kitash? Po. Baba vdiq në një aksident kur unë isha 6 vjeç. Asona nuk e kom pas një fëmijë të mirë. Nana jam ka vujt shumë prej babit. A I ka rështot dhe të shpejt pit. Krejt problemet për na I ka shfry. Tani mas një kohë unë ndajtën, e përjetova ma keq atër, se jam kohën adoleshente pak ma e ri. Shkruajta skenarin e këtij filmit, pastaj u bashkova me një skenarist Arjon Kami, I cili ja rretheva historinë dhe I thash që kam shkruar këtë skenar dhe kisha nevojë që ta ndaja me dikën tjetër këtë histori dhe filluam dhe e plotësuam të dy. Dhe uleshim gati për ditë për të punuar. Skenari po shkonte mirë. Në një pikë Eduardi vjen dhe thot që filmi duhet ketë një kthes të fortë. Unë këtë gjë ndjeja, absolutisht. Ishte si të vije një mal përpara dhe ai të propozonte që duhet ta kalojmë. Ishte sfiduese, por ishte më se nevojshme për të realizuar një film shumë të mirë. Gjithë elementet e domosdoshëm, po themi për ta bërë për vete, për ta krijuar dhe impaktin me publikun, unë them se kanë qenë që në skenar, kanë qenë edhe në ekzekutim, në realizimin konkret, domethënë, të filmit. Skenari më ka pëlqyer tepër shumë. E kam gjetë veten me tonë drejtën shumë të në personazhin e Vlerës, domethënë. Edhe kena shumë përbashkëta, edhe e kam ditë që muna me kom pjesë e saj shumë lehtë, se di, se e kam gjetë veten shumë të. Pra sa e pive këtë për Kanada, po sigur kamera në Kanada, çfarë do bashkë? Ju vërejtë se ham mirë.
Ora, kjo thot, ky i në rregull, i me këtë gallati. Po, ka fallaj lavon është ti nga kjo Meksika, ka dalë. Ka dalë, them jam gay, e parasysh. E nëse të kapin Kanadë? Po të kaloj Meksikën, se po më rritan Kanada nuk e kam problema unë. Apo, pse? Se kur më rri atje do i them që jam gay. Ky film do gjirohej pjesa më madhe për aeroporte, ky film duhet shkoja ta gjiroja në Milano dhe ajo që ishte më vështirë ishte për shkuar ta gjiroja në Meksik. Po normalisht mendova që do rikrijoj Meksikën dhe Italinë në Shqipëri, po kur më tha jo, absolutisht do ikim e gjirojmë në Itali, do ikim e gjirojmë Meksik. 6282. Një sekond lutem. Me pullën tonë dhe filloj e vi. Nuk kujtohet teksti. Unë e ku me nisë. Okej, që të thamë unë në fillim? U habita, nuk e pritësha, edhe mendova ma në fund, sepse është shumë e rëndësishme në një rast tillë që po historia që në Meksik, ti do shkosh e ta gjirosh Meksik. Me gjitha vështirësinat që mund të ketë normalisht me i kanë atje të rëbos me gjiru, por në fund, kur del filmi, kur shfaqen ato skena, rezultati është komplet ndryshe. Nuk do ta rinërtosh kurrë Meksikën, ajrin e Meksikës, dritën e Meksikës, njerëzit e Meksikës. Po flas për Meksikën, po ashtu edhe për Italinë, kështu që mendova ky djalë i ka rënë ka shëvizuar. Unë shkova në Meksikë se doja ta merrja emocionin e gjallë të vendit, të njerëzve, të policisë, të ankthit, të stresit. Dhe unë mendoj që një skenar i tillë, një film i tillë nuk gjirohej nëse nuk riskoje, nëse nuk ke guxim dhe nëse nuk ke fat. Kjo rruga përej Frankfurtit në Meksik, që e nëse me gjiru njëherë si undercover, kështu kamera eshke qëto, Eduardi ma bëjka, ndër prej anit edhe kalë këneja, din, kishe pe këqyr venin, ku ki mu ullë, ku ashtu, edhe ja ka njës me gjiru qështu krejt ti nda me kamerë. Deri mas një ore e na konë zërimi të e majtë, ndryqimi për para, të me thonë e përvecum aeroplanin e bënëm tonin. Që ajo u konë interesantë, kena gjiru aeroplan kogja shumë. Por mënyra se si ne e gjiruam ishte shumë dokumentariske dhe që duke i shumë reale dhe kjo gjë i shërben shumë filmit, sepse unë doja patjetër që ta tregoja e gjithë rrugën që bëjnë trit shqiptar sot për të kaluar nga Meksika për në vendet si Kanadaja dhe Amerika. Dhe kjo i shërbej shumë filmit dhe do kisha shumë të vështirë që të shkoja me një qytet tjetër ose me një shtet tjetër dhe të bëja sikur jam Meksik, sepse Meksika vizualisht është pa përsëritshme me një vend tjetër. Lokacioni i Meksikës ishte diçka për te i pritshmërive të mia, në kuptimin që aso nuk e dija se si, por kur vajt atje e kuptova që vetë vëndi i dha shoqëriut personazhit tim, themi ngjyra të tjera, cilat nuk i kisha menu. Jam shoqëriu, dërgoj bosi që t'u marr. Kishte thirrë në telefon, po nuk i isha përgjigj. Po më shfikur telefoni. Si u vajti rrugën? Mirë, po kishim pak frikë aty të kontrolli pasaportave, po hajt, ja dolem edhe këtë herë. Frikë? Po. Ta meksikanët të janë avaso njerëzish. 5714. Fute në Meksik. Përballja e parë Mexico City ishte shumë polici në rrugë. Po jo polici thjesht, kishte ushtri, kishte njerëz se cilët vetëm sy të dukeshin jashtë, ishin komplet armatosur. Unë kam qenë në timon for real në atë trafikun e Mexico Cityt me atë zhurmë, me atë rëmuj në një qytet prej 27 milion banorësh, mendoni se që trafiku ka kry qyteti i ati vëndi. Kujdes, rëmuj. Mirë se s'nale më rëmuj. Oh my god. Po, këtë drejt. Unë falesh, por... Okej. Mi hijo es grande el corazón. No se quiere igual de grande.
la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. Njëri prej antarëve të ekipit u smor dhe u smor shumë, më thënë drejtën. Indra, çaj të bë? Ty bë serum, drejtoj fotografisë. Të bë gati për serum, e? Çfarë u bë? Pse u helmu? Unë e di që ti s'ki marrë për këtë punë, po. Ti marrë se e ki ditë të arë Meksik, dikush mund të... Të me kanë pak infirmier. E, bra. Që u banë? Bëjmë gati gjonat. Indra, ti Ta provojmë asistenti fermieri, po. Më lëku, qatë gjeti ty? Të mori si edhe keq. Shkuam kërkojmë një spital të lumë dhe na thanë që spitali janë shumë largë dhe nuk është më i mira mundshme për ta çuar në spital se kushtet nuk janë shumë të mira atje. Pastaj ne u sajuam me kushtet rrethanore, shkuam blejmë një sorum. Indri, përveç sa është aktor, është edhe një infermier shumë i mirë dhe kjo gjë na ndihmoi. Edhe Indri bëri një sorum aty te dhoma hotelit. Kjo skena ku kemi pas me gjiru në dete, edhe që ajo kun këgja e shtirë për mu realizu. Dhe nuk e keshim minus një njeri. Atë skena ka gjiru Edi, se di qysha ka dollë, po u kon tepër nice, u kon e mirë me gjiru shumë. Unë kisha një staf fantastik, një staf shumë të mirë që ma kanë bërë shumë të lehtë punën e xhirimet, pavarësisht se kena punu me orë intensive. E kisha pa na për YouTube, po themi se si bojnë filmat e të stafin, ekipin, por kur shkova këtu mendova që okej, pas kena të bëjmë një gjatë shumë serioze, që nga momenti i një ekipit që nuk mungota si gjë, një ekip profesionist, një ekip që nuk lete me arrua si gjë, një ekip që të nimote me çdo gjë që ti kishin nevojë, një ekip që të rritë gati me çdo lloj gjëje që ti kërkoje. Kasti aktorëve, që është një moment, domethënë i rëndësishëm, domethënë në një film, është dijitoze për një ekran kinemare. Them drejtën do ta quaja një fat që unë pata rastin të takoj regjisorin Eduard Grishaj, pas premierës filmit Sofia që më pëlqeu shumë. Përveç talentit që pash në film, unë njoha një njeri shumë të mirë, me një ndjeshmëri shumë të lartë që di t'i trajtoj mirë, domethënë temat në film. Dhe në momentin që më dha skenarin për ta lexuar, thash do punoj me shumë kënaqësi me Edin. Hajse, jam e fort. Një pjesë filmit që në vërtet e kam ndje, do më thanë, ishte momentin ndarjes nanës me djalin, sepse unë kam kënë vete migrant, kam ikve në Gjermani dhe e di se sa shumë e vështirë është me i kthy nanës shpinën, edhe është nana që nuk ik nga, nuk futet mren derisa të humbin komplet pamja jote. Edhe kur shikova atë skenë që isha aty, do më thanë, më erdhi komplet mendime se si edhe unë e la Shqipëri ndikur, të la nanën vetëm, baben. Kur po xhironin aty në trethinën jashtë Tirane, aty ishin 2 shtëpia. Kjo ku ne xhironim dhe një shtëpi tjetër. Dhe vjen ajo gruaja e shtëpisë tjetër, Marieta, ti xhiroje vetëm kam qarta këte. Po loti nënës nuk është tragjik. Loti nënës nuk është thjesht një mall. Do të thënë, loti nënës është shumë kompleks, është dashuri, është frikë, është mall, është don ta mbaj brenda vetes, don t'i jap kurraj fëmijës, don të lutet që t'i shkoj rruga marr fëmijës. Pra, një copë skenës, po ti duhet t'i japësh të gjitha këto që çdo nën ta gjejë veten e vet. Po s'ke pështu kote, vëlla. Miku. Pa, harrova, dhe ka pas momentet bukra, momentet cikletshme, momentet vështira për mu, momente edhe ankthit, sepse nuk ishte as pak e lehtë që unë po shikoja vetën në një skenë me Alfred Trebitske. Unë personalisht jam ndjerë shumë mirë, domethënë qoftë me Indrin, qoftë me Akilin, në atë episod, po themi, ku ky karakter që është përfaqet edhe vizualisht. 1, 3. Si stiamo
Llegas a esa mondera, no te dé la culpa. Jem shumë falenderuese edhe prej Eduardit që e ka shti në skenar një pjesë ku unë e ku me knuma, si që ma ka pa talenti se nuk u kom pjesa në skenar në fillim. Edhe kom përjetu shumë mirë, tepër shumë. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir. Me Edin si regjisor, ka kanë një eksperiencë shumë e mirë. Ai pasion me cilën ai e bën këtë punë, që më thonë në Italinë kena një shprehje që thotë buttare il cuore oltre l'ostacolo, do të thonë me marr zemrën edhe me hell mas pengesës që mund kesha. Kjo është Edi. Edi është një person që ka një problem, ka një vështirësi, e merr zemrën e tij, e hell mas vështirësisë edhe me punë edhe me kurajo, me shumë kurajo, edhe më rrinë me kalu atë vështirësinë, edhe për mu si aktor, me punu me një regjisor si Edi, ka kanë shumë e thjeshtë, sepse Edi është një regjisor që ta të dëgjon. Me Edin e kom pas një kimi tepër të mirë, prej fillimit, prej ditës parë kur e kom taku. E kom ndjej me ton drejtën që kom u kom pjesë e filmit, veç shkaku i emocioneve që i kena pas kur kena full për filmin fillim. Edhe më ka një mu tepër shumë gjithë shka, u konë një prej regjisorëve më të mirë që më ka ra me punu me ta. Jem falenderuese për shumë sene. Përse që se kom zhgënjy, edhe që kom bo proud me rolin tem. Do më sami përfshirë në këtë produksion. Edhe jam letemi që në fillimet e veta. Unë kam bindjen që impakti do t'jetë shumë mirë tek publiku. Do t'jetë shumë mirë qoftë në kontekstin personal, qoftë në kontekstin le themi social. A ka djela bie shi, a je lumtur përsëri, atje ku je atë mungoj, se këtu s'po jetoj, se këtu